Rreshtet e dentura të Doborës dhe temperaturat që pësuan rënje deri në -7 gradë Celsius kanë dëmtuar pemët frutore në juglindje të vendit. Në Dvoran të Korçës, fermerët bëjnë të ditur se prodhimi i kumbullave, qershive dhe mollëve është dëmtuar deri në masën 100%, duke ngritur shqetësimin se nga kjo zonë këtë vit nuk do të ketë fruta në treg. Tani me këtë dëborë që ra, të gjithve, pa një përjashtim, jam dëmtuar gjitha, me qershi, kumbull, mollë, kam 3 hektarë. Të gjitha janë dëmtuar. Nuk do bëjmë prodhim si vit? Asnjë kokër. Absolutisht, gjithë mbase do qelin me vonë, po kokra jo. S'kemi pasur ndonjëherë zarar të kësaj natyre, ka pasur vite që janë dëmtuar, po jo në këtë masë me fjalë. Në përpjekje për të mbrojtur pemët që ishin në lulëzim, fermerët kanë ndezur zjarre pranë plantacioneve në mënyrë që të paksohej ndikimi i temperaturave të ulta. Sipas tyre, kjo është metoda e vetme që rekomandohet nga specialistët. Me këtë të ftohtë nuk mbahet dot as zjarri, as gjë. Nuk bën efekt zjarri? Asnjë gjë. Po me këtë minus jam Sa minus ka shkuar? Po -7 po. Ne asgjë s'mund t'i bëjmë dot sepse është e pamundur. Zjarret bëjnë, domethënë një 5% që ndoshta, por duhet organizuar që të bëhen gjitha baçat, një edhe e dyta me -6 dhe 7 është shumë e vështirë. Drejtoria Rajonale e Bujqësisë në Korçë konfirmon për News 24 se brenda 72 orëve të ardhshme do të nisin verifikimet në terren për të vlerësuar shkallën e dëmit në pemë të ri.